është shumë e mirë për këtë stil të vaposme edhe shumë e shishme. Të dashur ndjekës, do bëj një recetë të thjeshtë, më ndodhesh i qese e vogël me llokma mishi, një 3-4 copë, jo të mdoja, ato që ka shtëpia, po e kam fik edhe kam zi llokmat e mishit. Unë zakonisht punoj me ujë të ftohtë kur zi mishin, i lë një çerekore me shumë flak, pastaj e ul gradualisht të bëhet rreth 1 orë, 1 orë e 10 minuta me presion, gjithmonë flas me presion. Kaloj në kulles, se e du lëng të pastër, ndërsa llokma do t'i lej aty mrena, mos hallakaten, tu u zi prapë, se unë e zi qik mirë mishin. Nuk duhet jetë shumë e nxehtë, e kam fik vatrën për momentin, se pritet veza, i verdhi i vezës, do hudhet qumshi, po një lugë me një seshte, ja, jo mill, po një seshte. Ja, i filxon me qumësht, po s'ku ndodh, bëheni me ujë të thjesht, ujë qesme të ftohtë, edhe unë qumshin e kam të ftohtë, dhe do shtrydh gjysmë limoni. Mos na binoj për thom. Është i përzi. Tash e bën një masë e një trajtshme, hudhi qik nga longu që kam, se ju thash që e kam fik funellën, se nuk duhet jetë edhe longu shumë i nxehtë. Tash e lej, e vej tash funellën, e ndez. Do ta provoj për kryp. Tash masa do rri akoma, sa longu të nxehet akoma më shumë, se të pritet veza, pastaj që komunimi kot. Ja, tash e shoh që avulli në tenxhere u shtu, edhe do e hudh avash avash. Po që se bëhet shumë e hollë, e shtojmë prap. Kam i qik long mishi, e shton, nuk është se këto gatime tradicionale janë gjona me sy. Tash i kanë ndryshu dhe 27, nuk janë mos i përpara. Dalin më të holla si dikur, kur boni masude, u myste dynjoja me gjys kile, tash që hudha dhe këto, do ta provoj masën. Jo, do dhe pak thartim, do dhe pak kryp për menimin tim. Tash masa mori val, do e largojmë, se na pritet veza, se kjo më pikset vetvetiu. Tash e largoj dhe do t'i tres pak t'lyn. Ja, 3-4 llokma. Ato që ndodhen në shtëpi, e hallakat pak. Edhe bëhet si tip supe. Është shumë e shijshme, edhe e freskët për këtë stil. Tash do t'i hudh, do ta përvloj pak me t'lyn, po gjithmonë kur e përvloj me t'lyn, unë do hudh pak vaj, se nxihet lyni, nuk e ka atë shije, dhe po, edhe shija duhet, se tradita pa shije nuk shkon. Do e lejmë dhe pak të mori pak ngjyrë, gjithmonë t'lyni. Kur merr një ngjyrë pak bezh, atëherë ka shijen e mirë, ngjohet edhe aroma, po që se nuk lëshon ngjyrë, mos e hiqni. Vazhdoni dhe i qik punën, larg e larg, jo në shumë flak. Ja, unë e fika, se po thuj se u bo. Ja, hudh mrena. Pjesën tjetër do t'i hudhi pik me spec të kuq, jo djeks, ja, shumë pak. Se më pëlqen jo t'jetë e gjithë e kuqe, po këtë jaroj për sipër, kur e hudh në për pjata, i vej qik nga kjo, edhe pak piper të zi. Kjo ishte dhe dreka ime për sot, e thjesht, e lehtë dhe shumë e shijshme.
pak piper, jo me tepru. Tashti e kam hazër për servirje. Gatimin